Zëvendës kryeministrja, njëherësh ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, është paraqitur pas ditën e kësaj të premte në SPAK. Prej orës 15, ajo është futur në ambientet e SPAK, ku burimet bëjnë me dije se është marrë në hetim për çështjen e tunelit të Llogaras. Zëvendës kryeministres ishte dërguar fletëthirrje nga SPAK për ditën e hënë, por ajo kishte kërkuar një datë tjetër për shkak të angazhimeve dhe u paraqit këtë të premte bashkë me motrën Pamela Qirko, e cila do të jetë përfaqësuesja e saj ligjore. Dyshohet se Balluku është marrë në hetim për veprën penale të shkeljes së pabarazisë në tender. SPAK nuk ka thirrur vetëm Ballukun. Të hënën pritet që në prokurorinë e posaçme të paraqiten edhe zyrtar të tjerë të Ministrisë së Infrastrukturës, si dhe kreu i ARRSH Gentian Gjyli. Në hyrje të SPAK, Balluku nuk dha asnjë koment për gazetarët. Ato ka jetë të heqen apo do bëjmë private me drejtësinë me mandat? Balluku doli nga SPAK pak më pak se 60 minutat. Balluku tha se në respekt të emër të organeve të drejtësisë ka pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje nën hetim. Si një qytetare e Republikës së Shqipërisë dhe si zyrtare, e shoh këtë si një proces që do të jetë i bazuar në transparencën dhe llogaridhënien e drejtësisë që besojmë, tha Balluku pasi doli nga SPAK. Atëherë përshëndetje të gjithëve, në respekt të plot të organeve të drejtësisë, kam pranuar kërkesën e prokurorisë së posaçme për një çështje në hetim. Si qytetare e Republikës së Shqipërisë dhe si zyrtare publike, e shikoj këtë si një proces i cili jam shpresë plot që do të jetë i bazuar mbi transparencën, llogaridhënien dhe mbi të gjitha mbi parimet e drejtësisë të pandryshueshme tek e cila besoj. Shumë faleminderit. Zonja Balluku si persona e tillë apo e pandehur? Ajo ka kërkuar Rama dorëheqjen. Prokuroria e posaçme nuk ka dhënë asnjë detaj për këtë çështje, por gjatë seancës së të njëjtës së kaluar, ku kreu Altin Dumani raportoi në kuvend, pranoi se zëvendës kryeministrja është në hetim.